Mbajti sekret ceremoninë e martesës, Besa Kokdhima poston për herë të parë foton krah bashkëshortit të saj. Momentet e lumtura mes çiftit. Ashtu edhe si kishin bërë me dije më herët, Besa Kokdhima është kurorëzuar javën e shkuar. Ceremonia private është mbajtur në dhërmi, ku të ftuarit kanë qenë të paktë dhe çifti kishte kërkuar paraprakisht që mos të postohej asgjë në rrjetet sociale. Ajo ka zgjedhur si artist për të performuar Angela Peristerin dhe Aurel Thellimin, si dhe dy artistë të huaj. Mes të pranishmëve në ceremoni kanë qenë kolege të saj të kahershëm si Elvana Gjata me nënën e saj, si dhe kantautori Kledi Bahiti. Besa ka ndarë me ndjekësit një foto ku shfaqet duke mbajtur dorën e partnerit, të dy me unaza. Foto nga ceremonia kanë rrjedhur, ku zbulohet dhe djali që i ka rrëmbyer zemrën Besës. Ai është Tedi Tase, që në fakt është dhe menaxheri i këngëtares. Besa dhe Tedi janë në një lidhje të konsoliduar prej vitesh tanim. Ndonë se jetojnë këtë histori dashurie larg syve të publikut. Dasma ka qenë shumë private, me shumë pak miq dhe personazhe të famshëm. Vet Besa në profilin e saj në rrjetet sociale ka publikuar unazat e martesës, ndërkohë disa ditë me djalin dhe motrën e saj. Destinacioni i përzgjedhur ka qenë pikërisht ishulli luksoz, Mykonos. Në rrjetet sociale, modelja ka publikuar nga pushimet që në pamje të parë duken familjare, por në fakt fillimisht janë ditë luksi në resortet luksoze që ishulli ka. Duhet thënë se ndonë se prej kohësh e larguar nga pasarelat, afërdita avion të mbetet një ndër imazhet më sharmante jo vetëm në Shqipëri, por edhe më tej. Gjithnjë sensuale dhe plot elegancë, modeli avion të ketë poza të zjarta në rrjetet sociale, ku veç shkrepjeve me djalin e saj, imazhe sensuale nuk kanë se si të mungojnë. Që pak kohë më parë në një intervistë televizive pranonte se ishte e dashuruar, dhe se dasma do të mbahej në një kohë të afërt. Në një dalje të saj mediatike, Besa rrëfeu se është më e dashuruar se kur dhe se partneri i saj është mbështetja më e madhe në ditët e ngarkuara. Kur jam e stresuar, ai është i vetmi që më qetëson. Kuptimi i jetës për mua është dashuria, u shpreh këngëtarja, duke treguar se ndjenjat janë në qendër të gjithçkaje për të. Por surprizat nuk përfunduan këtu. Besa la të kuptohet se dasma është shumë afër. Po, themi që së shpejti do të kemi dasmë, tha ajo me entuziazëm, duke shtuar se do të ketë më shumë se një fustan. Jam gotë serioze, njëherë në jetë dua të martohem. Nuk dua të më mbetet gjepeng, tha artistja. Nga ana tjetër, ajo theksoi se gjithmonë ka pasur frikë për të marrë një vendim kaq të rëndësishëm si martesa. Kam frikë të futem tek diçka nga e cila s'dal dot, tha ajo. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.